Para se të vazhdojmë, dua që ju që jeni tani duke parë këto video, të shkruani në komente një fjalë të vetme. Çfarë do të bënit ju nëse dashuria juaj më e madhe kthehej në burgun tuaj më të errët? Shkruani atje poshtë, sepse kjo histori që do t'ju tregoj sot nuk është thjesht një histori, është jeta e një gruaje të vërtet, me emër të vërtet, me lot të vërtet, dhe me një vendim që asnjë nën nuk duhet ta bëj kurrë nën hën. Unë jam duke parë dritaret e shtëpisë time tani, ndërsa shkruaj këto fjalë, dhe ndihem i rënduar, sepse historia e Arës, kështu do ta quajmë, nuk është e largët. Mund të jetë historia e motrës suaj, e kushërirës, e mikes tuaj që ka ikur dikur jashtë vendit dhe nuk keni dëgjuar lajme të mira prej saj. Historia e Arës fillon si një ëndër dhe mbaron si një natë pafund, por mes tyre ka 3 vite që do t'ju mbeten në zemër sa herë të mbyllni syt. Qëndroni deri në fund, sepse kulmi i kësaj historie, momenti kur Ara merr fëmijën e saj në krah dhe del në qiellin e natës, pa asnjë, absolutisht pa asnjë njeri të afërt pranë saj, është momenti që do t'ju bëj të kuptoni se çfarë do të thotë të jesh nën dhe çfarë do të thotë të jesh i lirë. Ara lindi në një fshat të vogël në veri të Shqipërisë, atje ku malet janë kaq të larta sa duket sikur prekin qiellin me gishta, dhe ku era e mëngjesit mbart erën e barit të lagësht dhe të drurit të djegur. Ishte vajza e mesme në një familje me 5 fëmijë, as e para që mbante shpresat e familjes, as e fundit që mbante dashurinë. Ishte ajo e mesmja, ajo që shpesh shihej por rrallë dëgjohej, ajo që rrinte ulur në cep të dhomës kur vinin mysafirët dhe vëzhgonte gjithçka me sy të mëdhenj të mprehtë, si shqiponjë e re që nuk ka fluturuar ende, por e di tashmë çfarë do qielli. Nëna e saj, Fatimja, ishte grua e fortë, dorë të fortë, fjalë të pakët, dashuri të madhe, por të heshtur, si lumi nën akull, e ndjeje se rrieshte poshtë, por rrallë shihje. Babai, Gezimi, punonte tokat e familjes dhe herë zbriste në qytet për punë sezonale. Kur kthehej, sillte erën e qytetit, cigare, naft makinash dhe ndonjëherë, kur kishte ditë të mira, një copë çokoladë për fëmijët. Ara rriste me libra. Kjo ishte gjëja e parë që dallonte nga motrat dhe vëllezërit e tjerë. Ndërkohë që ata luanin me gur ose ndiqnin letet nëpër livadhe, Ara gjendej ngushtuar në dritare me ndonjë libër të vjetër shkollor, duke lexuar të njëjtën faqe 3 herë, vetëm se i pëlqente si tingëllonin fjalët. Mësuesja e saj e klasës së 4, zonja Lindita, kishte thënë një herë para gjithë klasës: Ara ka shpirt shkrimtareje. Asaj nuk i duhej të dinte çfarë do të thoshte kjo, mjaftonte që dikush e kishte vënë re. Kur mbaroi shkollën e mesme, Ara ishte ndër të parët e klasës. Kishte ëndruar universitetin, donte të studionte letërsi ose histori, donte të jetonte në qytet, donte të shihte njerëz të tjerë, vende të tjera, horizonte që si kishte parë ndonjëherë në jetë. Por familja kishte para të pakta dhe universiteti ishte larg, dhe vëllai i madh i saj kishte thënë babait se vajzat nuk kanë nevojë për shumë shkollë. Ara kishte dëgjuar këtë bisedë pas dere, pas zë, duke mbajtur frymën. Ajo zbriti megjithatë, jo në universitet, por në qytet. Gjeti punë si shitëse në një dyqan rrobash, fillimisht me frikë, pastaj me kënaqësi. I pëlqente të takonte njerëz, i pëlqente të shihte si vinin gratë dhe shikonin vetes në pasqyrë me sy plot shpresë. I pëlqente ndjesia që kur ju ndihmonte dikujt të gjente diçka të bukur, edhe ajo ndihej pak më e plot. Qyteti e ndryshoi Arën, jo në mënyrë negative, por e zgjeroi. Mësoi të ecte me kokë lart, mësoi të fliste me besim, mësoi të qeshte me zë, jo vetëm me syt si dikur. Shoqet e reja që bëri atje, Blerta dhe Mirela, ishin vajza të hapura, të gëgjueshme, që dilnin herë të pinin kafe dhe flisnin për gjithçka, punën, dashurinë, ëndrat, mërzitjet. Dhe pikërisht në atë kohë, kur Ara ishte duke u bërë vetvetja, kur po mësonte se kush ishte ajo dhe çfarë donte nga jeta, hyri Karimi. Karimi nuk ishte nga aty. Kjo ishte gjëja e parë që vure re. Ecja e tij, mënyra si hyri në dyqana të pasdite të vjeshtës, pak si rezervuar, pak si sigurt, me një kombinim që Arën e habiti. Ishte burri gjatë, me lëkurë të nxehtë si tokë e pjekur me diellin, me sy të errët që shikonin me kureshti gjithçka rreth tyre, sikur mblidhnin informacion për botën. Veshja e tij ishte e rregullt, jo luksoze, por e zgjedhur me kujdes.
Erdhi të blinte një dhuratë për motrën e tij, tha. Shqipja e tij ishte e thyer, e përzier me fjalë angleze kur nuk gjente dot termin, por zëri ishte i ngrohtë dhe buzëqashja ishte e sinqertë. Ara i ndihmoi të gjente diçka të përshtatshme, një shall të butë blu, ngjyrë qielli, tha ai, sepse motra e tij e donte shumë qiellin. Si mund ta dosh qiellin? Kishte pyetur Ara, jo me ironi, por me kurreshti të vërtetë. Kur je rritur në një vend ku qielli është gjëja më e lirë dhe më e bukur, e mëson ta dosh, tha Karimi. Ara kishte heshtur për një moment, dhe pastaj kishte buzëqeshur, jo buzëqeshjen e shitëses, por atë tjetrën, të vërtetën, atë që dilte vetë. Karimi u kthye 2 ditë më vonë. Këtë herë nuk bleu asnjë. Tha se donte të falenderonte për ndihmës. Ara e dinte se kjo ishte pretekst, por nuk e bëri të ndihej keq. Përkundrazi, i dukej diçka e thjeshtë dhe e drejtë për drejtë, që nuk i ngjante atyre burrave që flisnin me kode dhe vështrime anësore. Filluan të takohen, fillimisht kafe, aty ku mblidheshin shumë njerëz, vend publik, asgjë serioze. Pastaj shëtitje pas dite, pastaj darkë me 2 shoqet e Arës, sepse kjo ishte mënyra si bëheshin gjërët, sepse ishte mirë të kishe dikë që shihte syt kur fliste ai dhe të kontrollonte nëse ishin syt e dikujt të vërtet. Blerta kishte thënë pas darke, duket njeri i mirë, por mos haro se je ti. Mirela kishte thënë, është i bukur, por bukuria nuk paguan qiran. Ara kishte qeshur me të dyja, por natën, ndërkohë që shtrihej dhe dëgjonte zhurmën e qytetit jashtë dritares, mendonte fjalët e Karimit, ato për qiellin, ato për motrën, ato të thjeshtave të mprehta, dhe ndjente diçka që nuk e kishte ndjer kurrë, ndjenjën që dikush e shikonte atë, jo si siluet, por si person. Karimi ishte nga një vend arab, një nga vendet e gjirit, atje ku nafta ka bërë qytete nga shkrettira dhe ku kontrastat janë të mprehta si thika, luksi dhe varfëria, liria dhe kontrolli, moderniteti dhe tradita. Kishte ardhur në Shqipëri për punë, kompania e tij kishte projekte ndërtimi këtu dhe ai ishte inxhinier, jo vetëm inxhinier, drejtori i projektit, tha. Ara nuk e dinte shumë për inxhinierin, por kuptonte se kjo do të thoshte pozicion, përgjegjësi, pagë mirë. Flisnin shpesh për familjet e tyre. Karimi kishte prindër, 2 vëllezër dhe motrën, atë për të cilën kishte bler shallin. Familja e tij ishte tradicionale, tha, jo fanatike, por tradicionale. Çfarë do të thotë tradicionale? Kishte pyetur Ara. Ai kishte menduar pak para se të përgjigjej. Do të thotë që respekti ka rëndësi të madhe, që familja vjen para gjithçkaje, që disa gjëra bëhen në mënyrë të caktuar, sepse kështu është bërë gjithmonë. Ara kishte dëgjuar dhe kishte menduar familjen e saj, edhe ata ishin tradicionale në mënyrën e tyre. Edhe ata besonin se familja ishte mbi gjithçka. Ndoshta nuk ishim kaq të ndryshëm, kishte menduar. Gabimi i parë, dhe askush nuk e kuptoi si të tillë atëherë. Karimi nuk fliste shumë për jetën atje në vendlindjen e tij. Fliste për fëmijërinë, për studimet, për projektet, por kur Ara pyeste detaje, si jetohej atje, si ishin gratë, çfarë pritej nga një grua e martuar, ai ndryshonte temën lehtë, me elegancë, me buzëqeshje, me pyetje të re drejtuar nga ajo. Dhe Ara, e cila mësoi dashuri duke lexuar romane dhe jo duke u rritur me shembuj konkret, nuk insistoi. Mendoi se do ta mësonte her pas here, mendoi se koha kishte përgjigje për gjithçka. Gabimi i dytë, dhe sërisht askush nuk e pa. 6 muaj pas takimit të parë, Karimi i propozoi martesën, jo me unaz në restorant me drita të zbehura, jo, e ftoi të shëtisnin atë pasdite në park, atë park të vjetër me pemë të mëdha dhe banka druri, dhe kur ulën dhe vuri diell në sytë e saj, i tha thjesht, dua të jem me ty, dua që ti të vish me mua, dua të ndërtojmë diçka bashk. Ara kishte qëndruar e qetë për disa sekonda, pastaj kishte pyetur, ku? Atje, vendlindja ime, por nëse ti nuk don, gjej mënyrë tjetër, gjej punë këtu, mbetemi këtu. Gjëja e rëndësishme je ti. Kjo ishte gjëja që Arën e shembi, jo propozimi, por gjëja e rëndësishme je ti. Sepse Ara kishte kaluar shumë vite duke u ndier gjëja e dytë, e treta, e mesme, dhe tani dikush i thoshte se ishte gjëja kryesore. I tha prindërve, babai ishte i rezervuar, nuk i njohim familjen e tij, nuk dim mënyrat e tyre. Nëna kishte heshtur gjatë dhe pastaj kishte thënë, zemra ime nuk është e qetë vajzë. Blerta kishte thënë, po ik shumë larg. Mirela kishte thënë, sigurohu që e do, jo vetëm idenë e tij. Ara dëgjoi të gjitha këto, i mblodhi si gjethe në vjesht dhe i bëri tuf dhe i vendosi anash.
sepse kur je 23 vjeç dhe dikush të sheh me ato zy dhe të thotë se je gjëja kryesore, gjethet nuk peshojnë shumë. U martuan 6 muaj pas propozimit, në Shqipëri, dasma e thjesht, familjare, pa shumë xhexhelima. Prindrit e Karimit nuk erdhën, rruga ishte e gjatë thanë, dhe shëndeti i nënës nuk lejonte udhëtim, por dërguan video urimi, dhurata. Ara shikoi videon me kujdes, sidomos nënën e Karimit, një grua me fytyrë të vrarë, sy inteligjent, buzëqeshje të matur. Nuk mund të lexoj asnjë gjë nga ajo buzëqeshje, nuk mund ta dije nëse ishte e gëzuar apo thjesht e mirësjellët. 2 vite pas martesës, Ara bëri çantat. Dita kur u largua ishte ditë me re, qiell gri si çimento i freskët, erë ftohtë që hynte në jak. Prindrit, motrat, vëllezrit ishin grumbulluar në oborin e shtëpisë. Babari ishte i ngurtë, nuk qante, por fytyra e tij kishte atë lloj ngurtësie që është më keq se lotët, atë lloj ngurtësie kur njeriu mban brenda diçka shumë të rëndë. Nëna qante pa zë, lotët binin dhe ajo nuk i fshinte, sikur t'i linte të binin si shi i natyrshëm. Ara e përqafoi nënën e fundit dhe kur ndjeu duart e saj rreth shpatullave, ato duar që e mbajtën si fëmijë, ato duar që dinin erën e brumit dhe detergjentit dhe barit të kopshtit, diçka brenda saj u pthye, por nuk qaj, jo atëherë, nuk donte të niste udhëtimin me sy të kuq. Karimi e priste bran makinës, mori çantat, ishte i butë, i kujdesshëm, i ndjeshëm, e kuptonte, e shihte dhe nuk nxitoi. Kur u larguan dhe Ara ktheu kreun përpas të parë familjen duke u zvogluar përpas, babai me krah të qelur para gjoksit, nëna me shall mbi supe, motra e vogël duke valvitur dorën me gjithë trupin, atëherë lotët erdhën. Erdhën si val dhe Ara e la të vinin, pa i mbajtur, duke zhvendosur kokën nga dritarja për të mos e shqetësuar Karimin. Por Karimi e kuptoi, ndaloi makinën anës rrugës dhe pa thënë zgjë dhe e zori dorën. Do të vim të shohim, tha ai. Nuk largovemi për gjithmonë. Ara e kishte besuar, dhe ky besim, i pastër, i plot, i paqar, do t'jetë gjëja që do ta mbaj gjatë gjithë vështirësive të ardhshme, por gjithashtu, paradoksalisht, do t'jetë gjëja që do ta vonoj të shoh të vërtetën. Arritën atje kur bie diell dhe Ara shikoi për herë të parë qytetin ku do t'jetonte. Ishte madhështor në mënyrën e tij, ndërtesa të larta me xhama që pasqyronin qiellin portokalli, rrugë të gjëra të gëlltitura nga makinat, njëri pas njeriu i shpejt, i zhurmshëm, i drejtuar nga destinacioni tjetër. Kishte erë të ndryshme nga gjithçka e njohur, era joli pluhuri, erza, parfumi fort dhe benzinë. Kishte nxehtësi, edhe atë pasdite të vonë, edhe me diellin po zbriste, ajri ishte i butë dhe e rënd njëherë me lëkurë. Shtëpia e Karimit, shtëpia jon, e re, ishte apartament në katin e 6 të një ndërtese moderne, i madh, i pajisur mirë, me xhama të gjëra nga ku shihje qytetin si hartë të gjallë. Ara qëndroi para dritares dhe shikoi gjatë, mendoi, kjo mund t'jetë e mirë, kjo mund t'jetë e bukur, por që natën e parë diçka ishte ndryshuar, diçka shumë e vogël, shumë e imt, e tillë që nuk mund ta quash problem. Karimi u prezantua fshinjit që erdhën të uroshin dhe prezantoi atë si gruan time, jo si Ara apo bashkëshortja ime, thjesht gruan time, pa emër, si kategori. Ara buzëqeshi dhe shtrëngoi dorën e fshinjit dhe nuk tha asgjë. Dhe pastaj nuk mendoi shumë. Ishte gjë kaq e vogël. Ishte sigurisht thjesht mënyrë fjalimi. 3 ditë pas arritjes shkuan tek prindrit e Karimit. Jetonin në pjesë tjetër të qytetit, një shtëpi më e madhe, e vjetër por e mirëmbajtur, me kopsht brenda portes. Porta hapi dhe Ara ndjeu diçka si drith. Jo frikë, por emocion. Ajo lloj nervozizmi kur di se çfarë mendon njerëzit për ty, do të ndikojë jetën tënde shumë. Nëna e Karimit, Hasani kuanin të gjithë, doli e para. Ishte grua e gjatë, elegante moshe, me shalë të bardhë mbi kokë dhe fytyrë që flisnin pak. Shikoi Arën nga kokat e këmbët, jo keqazi, por me atë lloj shikimi vlerësues që e kuptoje se po viheshe në peshore. Pastaj buzëqeshi, atë buzëqeshje të matur, dhe tha, mirë se erdhe, dhe hapi shtëpinë. Babai i Karimit, Abu Hasan, ishte burr i vogël me peshë, me mustaqe gri dhe sy të paqët. Ishte miqësor, shumë më i ngrohtë se sa kishte pritur. Pyeti Arën për familjen, për Shqipërinë, për zakonet. Dëgjoi me vëmendje të vërtetë. Ara u relaksua pak. Motra e Karimit, Hesa, ishte e njëjta moshë me Arën, buzëqeshse, e hapur, me shqype të thyer të mësuar nga vëllai.
Unë do të mësoj të flas mirë, I tha me vetbesim komik, dhe Ara qeshi dhe mendoi, kjo do t'jetë miqja ime. Dhe erdhi nusja e vëllait të madh, Fatema. Fatema ndjehej sikur kishte hyrë në dhomë para se të hynte fizikisht. Prania e saj ishte e tillë. Ishte grua me sy të hollë dhe buzëqeshje që nuk arrinte kurrë syt. I dha dorën Arës dhe tha, mirë se erdhe, me ton të tillë neutral, sa Ara nuk mundi të kuptonte nëse ishte miqësi ose tolerancë. Do ta mësonte më vonë. Do ta mësonte me muaj, jo me ditë. Darka atë natë ishte e gjatë dhe e bollshme. Gjell pas gjelle, aromi pas aromi dhe familja rreth tryezës duke folur me ritëm dhe zë të ngrohtë. Ara nuk kuptonte gjithçka. Gjuha ishte e re, shpejt, e mbushur me humor që nuk e kapte. Por shikonte fytyrat dhe mundohej të lexonte ndjenjat. Karimi ishte I relaksuar, I dëzuar, I shtëpisë. Kjo ishte pjesa e tij të botës dhe Ara ta shihte. Por një herë, kur Ara ju drejtua direkt Hasanit për të pyetur diçka, gruaja ju përgjigj Karimit, jo Arës, sikur pyetja ishte drejtuar tek ai, sikur Ara nuk ishte aty. Karimi u përgjigj nënës dhe pastaj ia transmetoi Arës. Ara priti. Kjo gjë ndodhi 2 herë atë natë. Kur u kthyen, Karimi pyeti Arën. Pse nëna jote nuk I përgjigjet drejt për së drejti? Karimi qeshi pak, lehtë, sikur ishte gjë e vogël. Ajo është e vjetër, ajo nuk flet shumë me njerëz të panjohur. Me kohë do ndryshoj. Por nuk jam e panjohur, jam nusja jote. Ara, ai e mori dorën. Kemi ardhur para 3 ditësh, jep kohë. Ara dha kohë, sepse ky ishte qëndrimi I saj, dëgjuese, e durueshme, e gatshme të kuptoj. Kjo ishte arsyeja që kishte dashur librat kur ishte e vogël, sepse librat të mësonin se çdo person kishte historinë e tij, dhe duhet ta kuptoje historinë para se ta gjykoje personin. Por historia e Hasanit nuk ishte e thjeshtë sa dukej. Javët e para kaluan si ëndër e ngjyrosur, e bukur, por jo plotësisht reale. Ara u mësua me rutinën. Karimi largohej herët në mëngjes për vunë, kthehej pas dite vonë. Shtëpia ishte e qetë. Ara mundohej të organizonte, të zbukuronte, të merrte veten me dorë. Por shpejt kuptoi, nuk ishte ku të shkonte vetë. Jo përse ndonjëri ja ndalonte, të paktën jo fillimisht, por mënyra si e kishte shpjeguar Karimi. Gratë shpesh nuk dalin vetë këtu, nuk është si Shqipëria. Njerëzit do të flisnin keq nëse do të shihnin e ecur vetëm rrugëve. Ara kishte pyetur, pse? Kishte marrë përgjigje gjata për kulturë, traditë, respekt familjar, gjëra të çmuara, gjëra të rëndësishme, gjëra që duheshin të merreshin seriozisht. Dhe Ara e kishte dëgjuar me atë vëmendjen e saj të zakonshme, e kishte kuptuar logjikën, e kishte pranuar se do të adaptohej. Adaptim. Sa fjalë dëmshmuar kur e dëgjon në fillim, sa fjalë e rënd kur e mban në bërshpatulla muaj pas muaji. Dilte vetëm me Karimin, ose me Hesën kur kjo vinte të merrte. Hesa ishte miqja e saj e vërtet. Ajo e kishte mësuar pak gjuhën, ajo e kishte çuar në dyqane, ajo e kishte qeshur me të kur Ara gabonte fjalë. Por Hesa kishte jetën e saj, punën e saj, miqtë e saj, nuk mund ta mbante Arën gjatë gjithë ditës. Kur mbetej vetëm, Ara lexonte, shkruante, fliste me nënën nëpër video, mësonte pak gjuhën arabe nga interneti. Por dhoma, gjithmonë edhe apartamenti I madh me dritare të gjëra, filloi të ngjante me kafaz. Jo kafaz me rjeta hekuri, kafaz me mure invizibël, mure të mirësjelljes, mure të traditës, mure të kështu bëhet këtu. Dhe muri I parë, real, konkret, filloi të ndërtohej nga Hasani. Hasani kishte filluar të vinte çdo të ende, jo të ftuar nga Ara, vinte sepse ishte normale, familja shihej çdo javë. Ara e priste, bënte kafe, bënte ëmbëlsira, fliste aq sa munde. Por Hasani kishte mënyrën e saj për ta bërë Arën të ndjehej jashtë vendit. Ndonjëherë ishte gjë e vogël, vinte dhe riorganizonte kuzhinën ndërkohë që Ara ishte atje, sikur shtëpia ishte e saj. Ndonjëherë ishte koment. Karimi ka nevojë të hajë më shumë, duket se ka humbur peshë. Kjo pasi Ara kishte bërë darkë çdo natë. Ndonjëherë ishte heshtje. Kur Ara fliste, Hasani shikonte diku tjetër, dhe kur Karimi thoshte të njëjtën gjë, e dëgjonte me vëmendje të plot. Ara I tregoi Karimit, ai dëgjoi, notiu dhe tha, ajo nuk është keq, thjesht është mënyra e saj.
provoja me ko. Provorashe, me ko. Sa heri tha hara vetes këto fjaj, provorashe, me ko. Sa heri tha vetes sa ajo ishte e huaj, se ishte normale, se duhej të kuptonte. Ishte e duruar, ishte e mirë, ishte e gatshme, por durimi ka fund, edhe i mirëve. Ndërkohë, nusja e vëllait, Fatema, kishte bërë miqësi formale me Arën, ajo lloj miqësie ku shiheshit shpesh, por nuk besoheshit asnjëherë. Fatema dilli gjithçka që ndodhte në familje dhe nuk harxhonte shumë kohë ta fshihte. Ishte si termometër i gjendjes. Kur diçka nuk shkonte, Fatema fliste pak. Kur diçka shkonte mirë, bëhej pak më e ngrohtë. Ara filloi ta lexonte Fatemën si lajm moti, dhe lajmi moti shumicën e kohës parashikonte stuh. Gjuha ishte problemi i madh. Ara kishte mësuar pak, mjaft për të bler gjëra, mjaft për bisedë të shkurtër, por jo mjaft për të shprehur veten. Edhe kur nuk mund të shprehesh, je i dënuar të dukesh më i thjeshtë se sa je. Hasanin flislin repede, me thellësi, me aluzione kulturore që Ara nuk i kapte. Ndërkohë Ara rinte dhe dukej si fëmijë i humbur. Kishte kërkuar kurse gjuhe. Karimi kishte thënë po, sigurisht, por asnjëherë nuk kishte organizuar asgjë konkrete. Kishte gjetur vetë kurse online dhe kishte filluar t'i ndiqte, por i dukej se po ngjitej mal me shputa nudo. Ngjitej, por shumë ngadalë, dhe mali dukej gjithnjë larg. Njëherë, Ara kishte përpjekur të bisedonte vetë me Hasanin, gjuhën e kësaj. Kishte bërë fjali të gjatë, me gabime sigurisht, por me kuptim. Hasani kishte dëgjuar dhe pastaj kishte ndërhyr Karimit, fjalë të shpejta. Ara nuk kuptoi, por toni ishte si ai dikujt që korrigjon diçka. Karimi kishte qeshur pak dhe pastaj kishte shpjeguar Arës me shqip se si duhej thënë fjalia e saktë. Nuk ishte keq, kjo vërejtje, por ndihej si keq, sepse nuk ishte asnjë mirë provo para korrigjimit, asnjë ngrohtësi, vetëm korrigjim, si fëmijë gojvesht. Ara kishte heshtur atë natë, ishte ulur te dritarja e madhe dhe kishte shikuar qytetin që ndriqte poshtë dhe kishte menduar për herë të parë, me qartësi të ftohtë si ujë nga kroji, a jam e lumtur? Dhe përgjigja kishte ardhur jo si fjalë, por si ndjenjë, diçka bosh në mes të gjoksit, diçka si hapësirë ku duhet të kishte diçka tjetër. Nuk ishte e lumtur, por nuk ishte e mirë. Ishte atje ku shumë njerëz qëndrojnë shumë gjatë, mes të dyjave, asnjëherë as njërën as tjetrën, duke pritur të ndryshojë diçka. Rreth 9 muaj pas arritjes, Ara mori vesh se ishte shtatzën. E mori vesh vetëm, të martën paradite me testin e thjeshtë të farmacisë në banjën e bardhë të apartamentit. Ul në dysheme dhe qëndroi aty për ca kohë, jo sepse ishte keq, por sepse ndjesia ishte shumë e madhe dhe duhej hapësirë të rinte. Ishte shtatzën, do të bëhej nën, do të kishte dikë prej saj dhe prej Karimit, dikë të vogël dhe i ri dhe të plot me mundësi. Lotët erdhën, por jo lotë trishtimi. Ishin ato lotë të tjerë, ato që vinë kur diçka është shumë e bukur për të mbajtur brenda. E priti Karimin atë pasditet e dera. Kur e pa fytyrën e saj, ai ndaloi. "Çfarë ka?" pyeti. Ara nuk tha gjë, vetëm i dha testin. Karimi e shikoi testin, pastaj e shikoi atë dhe fytyra e tij u ndrit, jo buzëqeshja e zakonshme, por ajo gjë tjetër, atë gëzim fëmijëror, të paprekur, të pastër, atë gëzim që njeriu e tregon vetëm kur diçka e godet thellë dhe vërtet. E mori në krah dhe e ngriti pak, si burrat kur janë të gëzuar dhe nuk dinë çfarë tjetër të bëjnë me duart, dhe tha Allahu Akbar me zë të ulët, me gjithë zemër, jo si shprehje e zakonshme, por si falënderim i vërtet. Ara qeshi dhe qau një kohësisht, atë kombinim të çuditshëm që vetëm gratë shtatzëna dhe nënat e reja e njohin mirë. Lajmi u përhap brenda familjes si val. Hasani erdhi të nesërmen, por këtë herë diçka kishte ndryshuar. Jo shumë, jo dramatikisht, por mjaftueshëm sa Ara ta vinte re. Hasani e preku faqen, i tha diçka të butë, dhe për herë të parë Ara ndjeu se gruaja e shikonte si dikë, jo si diçka. Si nuse, si grua, si person që do të sillte nipër ose mbesa. Fatema erdhi me dhurata, parfum të shtrenjtë dhe stofë të butë blu. Buzëqeshja e saj arriti sytë atë ditë, edhe pse vetëm për pak. Ara e telefonoi nënën atë natë dhe i tregoi. Fatemja kishte qarë, lot gëzimi kësaj here, ato lot që bien lehtë, pa rezistencë, dhe kishte thënë, kujdes vetes bi, kujdes fëmijës.
Dhe Ara kishte premtuar me gjithë zemër që do të bënte kujdes. Premtimi do t'i vinte rënd shumë më vonë. Me 7 zënin, kujdesi i familjes u rit, por me të njëjtat rregulla, vetëm edhe më të shtrëngta. Ara nuk duhet të dilte shumë, ajri i hat është keq për foshnjën. Ara nuk duhet të lodhej, shtrihu, pusho, ne bëjmë. Ara nuk duhet të fliste shumë me jashtë, shqetësimet sjellin stres dhe stresi dëmton foshnjën. Çdo rregull kishte arsye, çdo arsye dukej logjike, por bashk të gjitha ato arsye formonin mure. Mure të kujdesit, po, mure të dashurisë ndoshta, por mure megjithatë. Dhe Ara, që ishte ashtu e kufizuar para 7 zënis, u bë edhe më e mbyllur tani, fizikisht dhe psikologjikisht. Vizitat tek mjeku ishin vetëm me Karimin ose me Hasanin. Ara nuk kishte miq atje. Vitet e para kishin kaluar pa ndërtuar ndonjë miqësi të vërtet, sepse nuk kishte liri lëvizjeje për të bërë miqësi. Hesa punonte dhe kishte familjen e saj të re, kështu që kur ndjente diçka, nuk kishte ku ta çonte atë ndjenjë. Vetëm Karimit, vetëm nëpër telefon nënës, vetëm faqeve të boshtë të kuadernës ku shkronte her pas here natën. Shkroi shumë gjatë 7 zënis. Fillimisht rrëfenja të vogla, kujtime nga fshati, histori nga librat e lexuar, fragmentet dialogjesh imagjinare. Pastaj filloi të shkruante diçka tjetër, diçka më të errët dhe më të vërtet. Pyetje pa përgjigje, ndjenjë pa emër, fjalë si ndihem si mysafir në shtëpinë time, fjalë si po harxohem pa e kuptuar, fjalë si fëmia im do të rritet këtu, në këtë botë, me këto rregulla. Dhe unë duhet t'i mësoj se çfarë është liria kur unë vetë nuk e di ku e kam lënë. Ato faqe kuadernoje ishin të sinqerta dhe të dhimbshme. Ishin pasqyra e një gruaje që fillonte të kuptonte diçka, pa e kuptuar plotësisht ende. Lindi djali, e quajtën Adnan, emër i zgjedhur nga Karimi, nga familja e tij, dhe Ara kishte qenë dakord sepse tingëllonte i bukur, dhe sepse nuk donte ta niste jetën e fëmijës me debat. Adnan, emër me pesh, emër me histori, emër që tingëllonte si kumbimi i xhiles së xhamisë në mëngjes, i thellë dhe i qartë. Kur e pa për herë të parë, kur ja vu në krah ato pak minuta pas lindjes, ato sekondat para kur bota e jashtme nuk ekziston dhe ekziston vetëm ky krijim i vogël, ky mrekulli me gishta miniatur dhe sy të mbyllur fort, Ara kuptoi diçka që asnjë libër nuk ja kishte shpjeguar, se dashuria e nënës nuk është ndjenjë, është vendim, është fiziologji, është gjë që hyn në gjak dhe nuk del më. Adnani qau, dhe zëri i tij i vogël, i pakënaqur, i irrituar me botën, ishte simfonia më e bukur që kishte dëgjuar ndonjëherë. Jam nën, mendoi Ara, jo me çudi, me certësi, me atë lloj certësie që s'ka nevojë për konfirmim. Por bashkë me gëzimin, erdhi edhe diçka tjetër, instinkti mbrojtës, ai instinkt primitiv dhe i ashpër që të bën të shohësh botën me sy të ndryshëm kur ke fëmijë. Ara filloi të shohë gjithçka në dritë të re. Çfarë mjedisi do të rritet Adnani? Çfarë vlerash do t'i mësonin? Kush do të kishte fjalë në edukimin e tij? Dhe sa fjalë do të kishte ajo, nëna e tij? Këto pyetje nuk ishin ankthi i rëndomti nënave të reja. Ishin pyetje me bazë konkrete, me shenja konkrete, me arsye konkrete. Adnani ishte 3 muajsh kur Ara vuri re diçka që e shqetësoi. Kishte vendosur të fillonte të punonte nga shtëpia, kishte gjetur mundësi online, puna me tekste, me përkthime, e vogël, por e saj, diçka që i jepte ndjenjë kontributi dhe lidhje me botën. I kishte treguar Karimit me entuziazëm, kishte treguar platformën, pagën e vogël, oraret fleksibël. Karimi kishte dëgjuar, kishte heshtur pak, pastaj kishte thënë, nuk ka nevojë, unë siguroj gjithçka. Di që siguron, kishte thënë Ara, por dua të bëj diçka për veten time. Ke Adnanin, kjo është gjëja jote. Ishte thënë pa keqdashi. Ara e besonte. Karimi nuk ishte njeri i liq, por fjalët ishin ato që ishin. Ke fëmijën, kjo mjafton, mos kërko tjetër. Dhe ato fjalë, kaq të thjeshta, kaq të zakonshme në atë mjedis, ishin si tulla e parë e murit të ri. Ara nuk insistoi, vendosi ta linte për më vonë,
kur Adnani të rritej pak, kur situata të bëhej më e lehtë, vendosi ta shtynte. Pastaj erdhi çështja e Shqipërisë. Kish kaluar pothuajse 2 vite dhe Ara nuk kish shkuar kurrë. Karimi kish thënë do shkojmë disa herë, por gjithmonë kishte ndonjë arsye. Punë e rëndësishme, udhëtim i lodhshëm për Adnanin, harxhim i madh. Ara kish filluar ta kuptonte se do shkojmë ishte frazë zbrazët, si i shumë shtet, dhe me kohë dhe provirasha. Dua të shoh nënën, kishte thënë Ara, me qartësi dhe pa shmangje. E di, do shkojmë. Kur? Heshtje. Pastaj, kur të ketë mundësi të mirë. Karimi, Ara e shikoi drejt në sy. Kanë 2 vite, nëna nuk e ka parë nipin e saj, babai nuk e di si duket, dua të shkoj. Karimi kishte ndryshuar pak, jo shumë, por mjaftueshëm, kishte marrë tonin atë gjëja kryesore e tij dhe zëvendësuar me diçka tjetër, diçka gjysmë shpjeguese, gjysmë bindëse. Ara, Adnani është i vogël, udhëtimi është i vështirë, situata nuk është e mirë atje tani. Do gjejmë kohë më të mirë. Dhe Ara heshti, jo sepse ishte dakord, por sepse e kuptonte se nuk do fitonte atë natë, dhe shumica e debateve me Karimin mbarojnë me të njëjtën frazë: do flasim. Flasim dhe nuk zgjidhet asgjë, dhe koha kalon dhe gjërat mbeten si ishin. Gjatë kësaj periudhe, Fatema bëri diçka që Arën e kapet prita. Erdhi një herë pas dite, Karimi nuk ishte në shtëpi, dhe u ul dhe filloi të flaste, jo në atë mënyrën e zakonshme formale, por ndryshe. Ishte si njeriu kur i bën llogari vetes se duhet të thotë diçka vështirë dhe vendos ta thotë. Dua të them diçka, tha Fatema, si grua nga gruaja. Ara kishte vënë Adnanin në krevat dhe ishte ardhur të ulur përballë. Thuaj. Kur erdha unë, filloi Fatema, dhe Ara kuptoi se po fliste për martesën e saj të vet. Gjithashtu nuk e dija. Erdha nga qytet tjetër, me familje tjetër, me mënyrë tjetër. Mendoja se dashuria mjafton. Dashuria nuk mjafton gjithmonë. Ara dëgjonte me kujdes të plot. Hasani, vazhdoi Fatema me zë të ulët, ka shumë dashuri për djemtë e saj, por dashuria e saj është të tipit që mban, jo tipit që lëshon. Kupton çfarë po them? Po, Ara kishte qëndruar e qetë. Dhe ti, si e zgjidha? Fatema kishte buzëqeshur. Atë buzëqeshi që nuk arrinte syt. Unë nuk e zgjidha. Unë u mësova. Kjo nuk do të thotë e njëjta gjë. Ishte fjalia më e sinqertë dhe më e dhimbshme që kishte dëgjuar Ara në atë shtëpi, sepse Fatema, kjo grua me sytë e hollë dhe me buzëqeshjen e rezervuar, i po tregonte të vërtetën, se ajo vetë kishte humbur atë luftë, se kishte u mësuar dhe se po e paralajmëronte Arën që e njëjta gjë priste edhe atë, nëse nuk dilte nga ajo gjendje. Pas largimit të Fatemës, Ara ul me Adnanin në krah dhe u shqeu dhe shikoi fytyrën e tij të vogël, atë fytyrë të qetë dhe të besplot, dhe mendoi: kjo fëmijë meriton nën të plot, jo nën të thyer pak nga pak, jo nën të mësuar. Erdhi ajo natë, jo me zhurmë, jo me dramë të madhe, jo me grindjet e forta që prisnin nga filmat. Erdhi me qetësi të frikshme, si ujvara para shiut. Karimi kishte ardhur nga puna me fytyrë të mbyllur. Ara kishte vënë re, gjithmonë e kishte njohur gjendjen shpirtërore nga mënyra si hapte derën, nga hapat, nga mënyra si vendoste çelësat. Atë natë gjithçka kishte thënë, lam me qetë. Por Ara nuk mund ta linte, sepse atë ditë kishte ndodhur diçka. Kishte marrë telefon nga nëna, babai kishte rënë sëmur, diçka me zemrën, nuk ishte rrezik jetës, por kishte nevojë për kujdes. Ara duhej të shkonte. Jo do të shkonte, duhej. Kjo nuk ishte bisedë për kur të kemi mundësi. Karimi kishte filluar me ton të qetë. Babai është sëmur, duhet të shkoj. Karimi kishte heshtur. E dëgjove? E dëgjova. Kur mund të blejmë biletat? Karimi kishte kthyer fytyrën dhe Ara kishte parë diçka në sytë e tij që nuk e kishte parë kurrë. Jo zemërim, jo ftohtësi, por diçka më komplekse, luftë e brendshme, tension mes dy botëve, dy besnikërive,
2 duhesh. Ara, tani nuk është momenti i duhur. Babari im është sëmur, nuk ka moment i duhur. Adnani është i vogël. Adnani vjen me mua. Heshtja. Karimi u ngrit dhe qëndroi te dritarja, atë dritare të madhe, ajo me pamjen e qytetit, ajo te cila Ara kishte qëndruar shpesh vetëm. Nëna jote thot se nuk është e mençur të marrësh fëmijë kaq të vogël në udhëtim të gjatë. Ara ngriu. Nëna jote, çfarë ka të bëjë ajo me vendimin tim? Ara. Jo. Zëri Arës kishte ndryshuar. Ishte zëri i dikujt që ka pritur shumë gjatë dhe nuk mund të pres më. Nuk është pyetje për nënën tënde, nuk është pyetje për kulturën. Babai im është sëmur dhe unë dua të shkoj ta shoh. Kjo është e drejtë elementare e çdo njeriu. E kuptoj, por nuk ka por, Karimi. Grindja kishte vazhduar gjatë, kishte shkuar në për të gjitha ato shtresa që kishin grumbulluar me vite, gjuha, izolimi, vizitat pafund të Hasanit, puna e refuzuar, Shqipëria e munguar, miqtë e humbur, vitet e heshtura. Gjithçka kishte dalë, jo me britma, por me qartësi të ftohtë, me fjalë të kujdesshme dhe të mprehta si thika. Karimi kishte dëgjuar, pastaj kishte thënë gjën që thyeu gjithçka. Unë mendoj se ke nevojë të pushosh, ti je e lodhur dhe nuk po mendon drejt. Jo, ti ke të drejt. Jo, po dëgjoj. Jo, po kuptoj. Por ti je e lodhur dhe nuk po mendon drejt. Ara kishte heshtur, kishte marrë Adnanin nga krevati, fëmia kishte fjetur dhe kishte shkuar dhomën e fjetjes dhe kishte mbyllur derën, dhe kishte qëndruar aty, ulur në dysheme me shpinën te shtrati, me Adnanin mbi gjunjë, duke dëgjuar qytetin jashtë, duke menduar fjalët e Fatemës, unë u mësua. Jo, Ara nuk do të mësohej. Ditët pas asaj grindjes ishin të mbushura me qetësi artificiale, ajo qetësi kur të dy palët kanë thënë gjëra dhe nuk kanë zgjedhur asgjë, dhe vazhdojnë, sepse kështu bëhet, sepse ka fëmijë, sepse jeta nuk ndalet. Karimi ishte i butë, shumë i butë, si dikush që ndjen faj dhe sillte gjëra, bënte veprime kujnjesi, pyeste me shqetësim nëse ushqente mbar, nëse flente mbar, por nuk pyeti kurrë nëse ishte mirë. Ishte dallimi i rëndësishëm. Ara filloi të shihte me qartësi gjëra që kishte refuzuar t'i shihte. Shihte si Karimi, në prani të familjes, ndryshonte, bëhej njëri tjetër pak. Ajo, gjëja e rëndësishme je ti, e periudhës së dashurisë, zhdukej dhe linte vendin për gjëja e rëndësishme është familja. Shihte si çdo vendim i rëndësishëm, edhe ato që kishin të bënin vetëm me Arën, kalonte në për duhet të flasim me nënën. Shihte si Adnani, familja tyr, gëzimi tyr, familja i Arës, trajtohej tashmë si e gjithë familjes, si pronë kolektive, si djali i klanit, shumë para se të ishte djali i Arës. Kjo e fundit ishte ajo që i goditi më thellë. Njëherë, Hasani kishte marrë Adnanin nga duart e saj pa pyetur, thjesht e kishte marrë, e kishte quar në anën tjetër të dhomës, duke folur me të si të ishte e saja. Ara kishte ngrirë. Qëndruar me duart bosh, dhe ndjesia kishte qenë fizike. Boshësia e krahëve kur hiqet fëmia dhe kishte qenë njëkohësisht edhe metaforore. Ndjej se po i merrnin fëmijën pak nga pak, jo me dhunë, jo me britma, por me butësi sistematike që ishte ndoshta edhe më e frikshme. Filloi të vëzhgonte Adnanin me sy tjetër. Sa shqip i fliste, vetëm ajo, sa arabisht i flitej nga gjithë të tjerët. Si e gjitha familja e quante me emrin e plot, Adnan bin Karim, duke e vendosur me njëherë brënda pemës farefisnore të tyre, si pemë, rënjët e të cilës ishin aty, jo gjethet. Si Ara, nëna, ishte trajtuar si enë, e nevojshme për të sjellë fëmijën, por jo thelbësore për t'i dhënë identitetin. Kuptoi, me tmerr të qetë, se fëmia i saj po ritej pa gjyshurit e nënës, pa gjuhën e nënës, pa historinë e nënës. Po ritej si bime transplantuar, rënjët i kishte atje, por shpirti, ajo gjë e hollë dhe e padukshme që bën një njeri të di se kush është, ai shpirt po formohej pa Arën. Hesa kishte ardhur një ditë të mërkur, jo vizita e rregullt, por vizitë beft, pa paralajmërim. Çara e saj ishte ndryshe, shqetësimi fshehur prapa buzëqeshjes, diçka që nuk thuhet direkt. Pinin kafe, Adnani flinde, flisnin për gjëra të zakonshme. Pastaj Hesa kishte thënë: "Ara, dua të pyes diçka. Mos u ofendo." "Pyet."
A je mirë? Jo si pyetje formale, si pyetje e vërtet. Ara kishte menduar nëse duhej të thoshte po mirë ose diçka tjetër. Kishte vendosur diçka tjetër. Jo, kishte thënë thjesht, nuk jam mirë. Hesa kishte hezituar, më vogël, jo fizikisht, por si dikush që zë pak vend, sepse e ka mësuar se kjo është e sigurt. Fjalë të dhimbshme, fjalë shumë të sakta. Ara kishte pirë kafen, tashmë të ftohtë, dhe kishte thonë: Hesa, a ka mundësi të ndryshoj? Vëllai yt, a mund të ndryshoj? Hesa kishte heshtuar gjatë, pastaj kishte thënë me zë shumë të ulët si sekret. Karimi është njeri i mirë, por është rritur me mënyrë të caktuar, dhe mënyra si rritesh, kjo nuk ndryshohet lehtë. Ndryshon vetëm nëse ti vetë dëshiron shumë, dhe vëllai im kishte bërë pauzë. Ai nuk e sheh problemin, dhe kur nuk e sheh problemin, nuk e kërkon ndryshimin. Pra nuk ndryshon. Po të pres ti, ndoshta jo. Hesa e shikoi me sy të drejtë, por unë nuk jam ajo që jep këshilla. Unë jam thjesht motra e tij, dhe motra e vëllait nuk mund të jetë më e lirë se gruaja e tij. Kjo nuk është e drejtë dhe kur nuk do ta pranoj. Ishte deklarat solidariteti, qita thjesht, e fuqishme, e vlerësueshme. Ara e kuptoi se Hesa ishte aleatja e saj, edhe pse nuk mund të bënte shumë. Ishte e mjaftueshme që dikush e pa. Ishte e mjaftueshme që dikush e quajti me emrin e drejtë, njëri që zë pak vend sepse e ka mësuar se kjo është e sigurt. Atë natë Ara shkroi gjatë në kuadernon e saj, shkroi pandalur, faqe pas faqeje, me shkronja të vogla dhe shpejta. Shkroi gjithçka që kishte mbajtur, gjithçka që kishte heshtur, gjithçka që kishte shtypur poshtë me fjalën provorajsha. Dhe kur mbaroi, lexoi çfarë kishte shkruar dhe kuptoi me qartësi absolute, nuk mund të mbetej. Jo sepse nuk donte Karimin, por sepse nëse mbetej, fëmia i saj do të rritej duke e shikuar nënën duke u mësuar. Fëmia i saj, ky djalosh me sy të mëdhenje të kthjellët, ky djalosh që atashmë tregonte karakterin duke qeshur kaq fort dhe qaj me gjithë trupin, nuk duhet të mësonte se kështu jetohej. Vendimi nuk erdhi si moment dramatik, erdhi si konkluzion logjik pas llogaritjeve të gjata, të lodhshme të dhimbshme. Erdhi si ajo ndjenja kur ke lexuar librin deri në faqen e fundit dhe e mbyll, jo me lumturi, jo me trishtim, por me ndjenjen se e ke lexuar dhe se tani di çfarë din ti nuk e dije kur fillove. Ara filloi të planifikonte, fjalë frikshme, planifikonte, jo iku, jo largoi, por planifikonte, me kujdes, me qetësi, me precizion, sepse nuk mund të linte gjithçka pas dore dhe të largohej si shigjeta, sepse kishte Adnanin, dhe Adnani kishte nevojë për qetësi dhe siguri, jo kaos. Fillimisht mblodhi informacione, me kujdes, pa lënë gjurmë. Çfarë të drejtash kishte si nën? Mund të merrte fëmijën me vete jashtë vendit? Çfarë thoshte ligji? Çfarë thoshte praktika? Shkroi mesazhet e enkriptuara organizatave ndërkombëtare për të drejtat e grave. Mori përgjigje, disa shpresëdhënëse, disa jo. Kuptoi diçka të rëndësishme dhe të dhimbshme. Në shumë vende si ky, ligji e favorizonte babain në çështjet e kujdestarisë. Nëse divorci bëhej aty, nëse ndaheshin aty, Adnani mund të mbetej, mund t'i merrej. Kjo nuk ishte frikë imagjinare, ishte realitet ligjor, i dokumentuar, i verifikuar. Kjo e bëri planin edhe më të rëndësishëm dhe edhe më të frikshëm. Telefoni me nënën ishte i veçantë. Ara kishte folur me kujdes, me fjalë të dyfishta kuptimi, me gjuhën sekrete që nëna dhe bijat zhvillojnë me vite. Nën, si e Shqipëria tani? Kishte pyetur, duke dashur të thotë, nën, a mund të kthehem? Bukur, siç ishte gjithmonë, kishte thënë nëna, duke kuptuar diçka. Gjithçka është në vendin e vet, edhe dhoma jote. Dhoma ime? Po. Pauze vogël. Gjithmonë gati, nëse dikush dëshiron të vi. Nënat e njohin lotën e bijave edhe në përtel, e njohin nga rëndësia e heshtjes, nga pauzat e tepërta, nga pyetjet e dyfishta. Fatimia kishte kuptuar, jo të gjithë shkaje, por se diçka nuk shkonte, dhe se bija kishte nevojë. Ara kishte mbaruar telefonatën dhe kishte qarë pak, lot të shpejt, të hedhur, pastaj shlyer. Nuk kishte kohë për çaj gjatë, kishte gjëra të bënte. Para ishte çështje tjetër. Ara nuk kishte punuar. Para ne siguronte Karimi, si gjithçka tjetër. Por Ara kishte kursyer. Her pas here, kur Karimi I jepte para për blerje dhe ajo gjente çmim më të lirë, e diferencën e mbante. Ishin sasi të vogla, por me kohë kishte grumbulluar. Ishte llogari bankare e veç nga ajo e Karimit, e hapur herët,
pa shumë bujë, me sqarim se donte të kishte pavarësi të vogël financiare. Karimi kishte qenë dakord pa bërë shumë pyetje, ndoshta sepse shuma kishte qenë e vogël, ndoshta sepse nuk e kishte menduar si kërcënim. Kishte mjaft për 2 bileta, vajtje, pa kthim. Kishte kontaktuar ambasadën shqiptare, diskret, nëpër email të mi, pa emrin e saj të vërtet fillimisht. Kishte mësuar procedurën, kishte mësuar çfarë dokumentesh nevojiteshin për pasaportën e Adnanit dhe udhëtimin e tij. Pasaporta e Adnanit. Kjo ishte guri i parë i pengesës. Ishte dokument i rregulluar nga babai, i mbajtur nga familja. Ara e dinte ku mbaheshin dokumentet. Kabineti në dhomën e studimit, sirtari i tret. Kishte parë Karimin të hapte disa herë. Planin e kishte të qartë. Natën do të duhej qetësi absolute, precizion absolute dhe guxim absolute. Mbrëmja e natës së largimit ishte e zakonshme me qëllim. Ara kishte gatuar darkë, kishte vënë tavolinën, kishte qeshur kur Adnani kishte bërë zhurmë të gëzueshme. Karimi kishte ardhur, kishin ngrënë, kishin folur për gjëra të thjeshta, punën e tij, tregimin komik të fqinjit, si Adnani kishte filluar të kapte objektet. Ishte darkë normale, ishte darkë e fundit. Ara i ndiqte secilin moment, ndiqte mënyrën si Karimi merrte gotën, si hiqte xhaketën kur hynte, si fliste me duart kur tregonte diçka. E shikoi dhe mundohu të mbante ato imazhe, jo me dashuri romantike tani, por me atë ndjenjën kur largohesh diçka dhe dëshiron ta mpash veprimin e fundit, madje edhe nëse largimi është i duhur. Sepse Karimi nuk ishte i ligë, kjo ishte e dhimbshmja. Nuk largohej nga njeriu i ligë, largohej nga njeriu i mirë por i gabuar, nga bota e tij e mirë por e ngështuese, nga dashuria e tij e vërtet por e pamjaftueshme. Pas darkës, Karimi kishte parë pak televizion, pastaj kishte shkuar të flinte. Ishte i lodhur, kjo ndihmonte. Adnani flinte që nga 9 e mbrëmjes. Ara kishte qëndruar zgjuar, ishte ulur te kuzhina dhe kishte pirë çaj, ndadal, duke llogaritur kohën. Kishte dëgjuar frymarrjen e shtëpisë duke ndryshuar, rehat të qytetit, tingujt e distancuar, orza e çezmës. Në gjysmënate kishte ngritur vetes, kishte shkuar te dhoma e studimit me hapa pa zë. Hap, 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 duke e mbajtur frymën sa dëgjonte ndonjë tingull. Kabineti, sirtari i tret, pasaportat e saj e Adnanit. I kishte marrë të dyja në gjep me kujdes. Pastaj çanta, e vogël, e paketuar 2 ditë më parë pakës, kur Karimi ishte ashtë, e fshehur nën shtrat pras disa kutish. Rrobat e Adnanit, gjëja e parë, rrobat e saj, sa hynin, kuadernoja, patjetër kuadernoja, charger, dokumente, para. Asgjë tjetër, nuk merrte asgjë tjetër. Shkoi te dhoma e Adnanit, hapi derën ndadal, derë kjo që dinte të bënte zhurmë nëse hapej shpejt, dhe Ara e mësoi mënyrën. Pak majtas, pastaj shty, pastaj plotësisht. Adnani flinte. Fëmijë si ai flen me gjithë trupin, krahët lart, gishtat e qelur, fytyra e relaksuar plotësisht, frymarrja e rregullt. Ara qëndroi te koka e krevatit dhe i shikoi. Kishte momente të caktuara, të rralla, kur gjithçka ndalon dhe ti je vetëm me ato sekonda. Ky ishte një nga ato momente. Ara e shikoi fëmijën e saj dhe ndjeu gjithçka njëkohësisht. Dashurinë absolute, frikën absolute, vendosmërinë absolute. 3 gjëra njëkohësisht, si akorde të ndryshme të njëjtit melodi. E mori ngadalë nga krevati, me kujdesin e dikujt që mban diçka të çmuar dhe të brisht. Adnani u trazua pak, shikoi me sytë gjysmë hapur, konfuz, pa zgjuar, dhe pastaj u kthyre dhe u fut me kokë te supet e nënës dhe vazhdoi të flinte. Besimi absolut i fëmijës te nëna, nuk e interesonte ku ishin, nuk e pyeti asgjë, e dinte vetëm se ishte nëna dhe se nëna do ta mbante. Ky besimi bëri Arën shumë të fortë dhe shumë të ndjeshëm të njëkohësisht. Rrugës nga dhoma e Adnanit duhej kaluar pranë dhomës ku flinte Karimi. Korridori shkurtër, 5-6 hapa, por hapat ato ishin hapa si dikujt që kalon urë mbi humne. Secili hap me precizion, secili hap me vetdije. Dëgjoi frymarrjen e tij nga ana e derës, të rregullt, të thellë, flinte mirë, siç flinte gjithmonë. Ara ndaloi për sekond, 1 sekond vetëm, dhe shikoi derën e mbyllur. Kishte dëshiruar të kishte ndonjë shenjë, ndonjë gjest nga ana e tij, diçka që do ta bënte largimin më të lehtë ose ndoshta, kush e di, diçka që do ta ndalte.
por dera mbeti e mbyllur dhe frymarrja mbeti e rregullt dhe bota mbeti e qetë. Ara vazhdoi, hap, hap, hap. Hyrja. Këpucët e Adnanit, i vogla, të buta, me kafsh karikatur, i mori me dorën e lirë, çanta mbi sup, Adnani mbi krahun tjetër, ende duke fjetur. Çelsat e shtëpis, i lambi tavolinën e hyrjes, me kujdes, pa zhurmë. Kjo ishte gjesti i fundit, çelsat e lën me kujdes, jo hedhur, sepse Ara nuk ishte lloj njeriu që hidhte gjëra edhe kur largohej. Dera e jashtme, bllokimi ishte elektronik, e dinte kodin, e kishte ditur gjithmonë. Shtypje e heshtur e butonave dhe dëgjimi i klikut të butë. Pastaj dera u hap, dhe ajri i natës, ajri i jashtëm, ajri i lirë, ai ajër që ndalet nga asgjë dhe nuk i takon askujt, e goditi në fytyrë. Ara doli. Shkallët e ndërtesës ishin të zbrasta, siç ishin zakonisht në atë orë. Ashensori nuk e mori, kishte frikë se zhurma mund ta zgjonte dikë. Zbriti me këmbë, me Adnanin mbi krah dhe çantën mbi sup, 6 kate poshtë. Secili kat ishte fitore e vogël, i pesti, i katërti, i treti, i dyti, i pari, përdhesa. Dera e jashtme e ndërtesës, porta e oborrit, rruga. Qyteti natën ishte ndryshe nga ditën, qetë në sipërfaqe, për me atë lloj gjallërie të nëndeshme, makinat e rralla, dritat e largëta, yjet mbi çatit e larta. Ara qëndroi për sekond te trotuari dhe mori frym thellë, frym të plot, nga thellësia e mushkrive, si njeriu që ka qenë në ujë dhe del tani. Adnani u zgjua pak në atë moment, hapi syt, pa rreth, nuk kuptoi asgjë, e shikoi nënën. Ara buzëqeshja e atij, një buzëqeshje e fortë dhe e qetë, ajo buzëqeshja e nënës që thot, gjithçka është mirë, edhe kur bota rrotullohet. Adnani mbuloi syt sërish dhe u fut me kokë te gryka e nënës dhe vazhdoi të flinte. Taksia ishte e rezervuar ditë më parë, nga numri i ri telefoni, për adresë 2 rrugë larg. Ara ecën drejt asaj adrese. Rruga ishte e shkurtër, 5 minuta ecje, por ato 5 minuta ishin si 5 vite, si rrugë të rjete mes 2 pikave, si ura mes botës që lihej dhe botës ku shkohej. Nuk ktheu kokën, nuk shikoi prapa, jo sepse nuk donte, por sepse nëse do të kishte kthyer kokën dhe parë dritaret e ndërtesës atje lart, ndoshta do të kishte lëkundur, dhe Ara nuk mund të lëkundte, jo tani, jo me Adnanin mbi krah, jo pasi kishte planifikuar kaq me kujdes, jo pasi kishte folur me kuadernonen kaq nat, edhe kishte kuptuar të vërtetën me kaq dhimbje. Taksia ishte aty ku duhej të ishte. Shoferi nuk bëri pyetje, nuk ishte puna e tij. Ara hyri, vendosi Adnanin në ulse, e siguroi me rrip, dhe pastaj ul vet dhe tha adresën me zë të qetë. Makina u largua. Aeroporti natën kishte gjërat e tij. Drita artificiale shumë e ndritshme pas natës së errët, zhurmë zymshme të sistemeve të ajrit, njerëz me sy të lodhur të prisnin, stafi mërzitur që kryente rutinën. Ara qëndroi në radhë me Adnanin mbi krah. Fëmia tashmë ishte zgjuar plotësisht dhe shikonte gjithçka rreth tij me sy të mëdhenj, i habitur me dritat dhe njerëzit, pa e kuptuar asgjë, por i gëzuar nga ndryshimi. Kontrolli i pasaportave. Ara ja zgjoti dokumentet, pasaporta e saj, pasaporta e Adnanit. I shikoi, i ktheu, vulosje, udhëtim i mbar. Ara mori dokumentet dhe vazhdoi. Pas kontrollit të sigurisë, gjeti koltuk të qetë në këndin e sallës së pritjes dhe ul. Adnani ishte zgjuar tërësisht tani, qëndronin ulur bashk nën e bir, ai duke shikuar aeroplanet në përdritaret e mëdha, ato gjigant metalik me drita të kuqe dhe jeshile, dhe ajo duke shikuar atë. Mora telefonin, hapi kontaktin e nënës, shkroi mesazh, 3 fjalë vetëm. Po vi, nën. Përgjigjja erdhi brenda 1 minute, edhe pse ishte orë e vogël natën. Kjo do të thotë se nëna ishte zgjuar, kishte pritur, e kishte ditur. Jum e këtu. 3 fjalë, mjaftonin. Kur aeroplani ngriti kokën nga pista dhe qyteti poshtë u bë model ndriçimi, ato drita të vogla, ato rrugë si linja, ato ndërtesa si kuba, Ara shikoi nga dritarja dhe kuptoi se po largohej, jo vetëm fizikisht, largohej nga versioni i saj i mësuar, nga ajo Ara që zënte pak vend, nga ajo Ara që priste gjithmonë dhe hishte gjithmonë dhe shtynte gjithmonë. Lotët erdhën pa leje,
jo me zhurmë, jo me singlime, por me qetësi, si ri i natyrshëm. Adnani pjodrititën në të këngë, nën. Ishin mirë. Ishin në ajër. Ishin duke shkuar drejt diçkaje. Jo drejt së shkuarës, por drejt mundësisë. Drejt fëmijërisë së Adnanit me gjuhën e nënës, me gjyshërit e nënës, me malet dhe erën e barit të lagësht dhe çokoladën që babai i sillte kur kthehej nga qyteti. Ajri i lirë ka shije. Ara e dinte tani. Ka shije si uji i parë pas setjes, si dielli i parë pas dimrit, si fjala nën e thënë nga goja e fëmijës tënd. Kur zbriti nga aeroplani dhe hapi derën e terminalit dhe pa fytyrën e nënës, Fatimia me shallën e saj mbi supe, me sytë e kuq, por me buzëqeshje të madhe, atje pranë portës me krah të hapur, Ara bëri diçka që nuk e kishte bërë prej kohësh, u la plotësisht. U hodh në ato krah, ajo dhe Adnani bashk, dhe qau me zë, siç qante fëmijë, pa turp, pa mbajtje, me gjithë trupin. Fatimia i mbajti të dyja, bijën dhe niprin, dhe nuk tha asgjë, asnjë fjalë, vetëm i mbajti fort dhe e lëkunte pak, siç lëkunden fëmijët kur kanë frikë. Babari ishte pak prapa, Gezimi me shëndet tani pak të kthyer, me hapa pak të ngadalt, por sysh plot. Kur Ara e lëshoi nënën dhe u kthye tek ai e shikoi dhe i tha: "Erdhe." Vetëm kaq, por mënyra si e tha, me atë ngurtësi të tij të zakonshme, por me zë pak të dridhur, Ara e dinte se kishte gjithçkaje prapa asaj fjale. Adnani shikonte gjyshërit me kureshtje, njerëz të rinj, fytyra të reja, tinguj të rinj. Fatimia e mori në krah dhe foli me të shqip, fjalë të thjeshta, si djali i nënës, i miri, i bukuri, dhe Adnani e shikoi, dhe pastaj buzëqeshja të buzëqeshjen e tij të madhe me të gjithë dhëmbëzat, dhe Fatimia qau sërisht. Shtëpia e familjes ishte siç e kishte lënë, po ato mure, po ato dritare, po ajo borë me pem fiku në cep. Dhoma e Arës ishte e gatshme, nëna i kishte mbajtur premtimin. Shtrati kishte çarçaft pastër, dritarja kishte lule të reja. Ara vendosi çantën dhe qëndroi në mes të dhomës dhe mori frym. Era e shtëpisë, ajo erë specifike e çdo shtëpie, e paqoptueshme dhe e pandashme, e bërë nga druri dhe nga gëlqerja dhe nga gjella e gatuar dhe nga vitet e kaluar brenda atyre mureve, ajo erë hyri brenda si mirëpritje e vërtet. Adnani vrapoi te dritarja e kopshtit dhe shikoi kopshtin poshtë, luleshtrydhet, pemët, macja e vjetër e lagjes që rrehte rreth e qark. Buzëqeshi, tregoi, tha at, fjalë pa kuptim, por me kuptim të madh. Ajo gjuhë e fëmijëve të vegjël ku çdo gjë e re është mrekulli. Ara qëndroi te dera e dhomës dhe e shikoi djalin e saj duke zbuluar kopshtin me sy të hapur dhe mendoi: "Kjo është ajo që duhej. Ky fëmijë me sy të hapur, lirë të shikojë gjithçka, lirë të tregojë gjithçka, lirë të jetë i habitur, kjo ishte ajo që kishte shkuar të gjente." Erdhi mesazhi i parë i Karimit mëngjesin. Ara e pa ekranin, emri i tij, numri i njohur, dhe qëndroi pa e hapur për ca kohë. Pastaj e hapi. "Ku je? Çfarë ndodhi? Ara, të lutem, përgjigju." Pastaj shumë mesazhe të tjera brenda orësh, ankthi i dukshëm, frika e dukshme, zhgënjimi gjithashtu i dukshëm. Pastaj mesazhi gjatë ku fliste për Adnanin, ku thoshte se Adnani ishte djali i tij, ku thoshte se kishte të drejta. Ara lexoi gjithçka. Pastaj ja dha telefonin avokates, një grua të mesme moshe, me syze dhe fjalë të sakta, me të cilën kishte filluar kontaktin vite para largimit. Avokatja kishte lexuar dhe kishte thënë me qetësi profesionale: "Kemi punë për të bërë, por jemi në pozitë të mirë. Ju jeni në vendin tuaj, me dokumentet tuaja, me fëmijën tuaj." Punë e gjatë kishte prapa, Ara e dinte, betejë ligjore, komunikimet, ndoshta vitet e vështira të ndarjes formale, por ajo gjendje e qartë, e lirë, e saj,
e bënte gjithçka tjetër të mundshme. Ara rinte shpesh pasdite me nënën, ndërkohë që Adnani flinte. Flisnin, si nuk kishin folur kurrë, me atë thellësi që vjen kur koha është çmuar dhe nuk e humb me gjëra parëndësi. Fatimia tregonte historinë e saj, vitet e saj, gjërat që kishte mbajtur brenda. Ara dëgjonte dhe kuptonte se nëna e saj kishte luftrat e veta, kishte heshtur gjërat e veta, kishte u mësua edhe ajo, por kishte gjetur mënyrat e saj për të mbetur e plot brenda. Mos u mëso, i kishte thënë Fatimia një herë me ton të prerë. Unë u mësova shumë gjëra dhe disa prej tyre nuk duheshin mësuar. Ara e mori atë fjalë dhe e vendosi si kujtesë, jo me inat, por si udhëzim. Mos u mëso të bëhesh e vogël, mos u mëso të heshtësh kur duhet të flasësh, mos u mëso të jesh e dyta. Mësoi gjëra të tjera gjatë kohës që pasoi, mësimet e vështira, ato që të rriten, por jo me lehtësi. Mësimet që vendet të ndryshme kanë tradita të ndryshme dhe traditat nuk janë automatikisht keq, por kur tradita kufizon lirinë e një njeriu të caktuar, ajo tradit bëhet burg personal. Mësimet që dashuria nuk mjafton vetëm, duhej edhe respekt, duhej edhe barazi, duhej edhe hapësirë për të dyja palët të rriten. Mësimet që burri i mirë dhe bota e ngushtë mund të bashkë ekzistojnë, dhe kjo është ndoshta varianti më i vështirë, sepse të bën të ndihesh keq pa pasur armik të qartë. Muaj pas largimit, Karimi erdhi në Shqipëri, jo me agresivitet, erdhi me avokat, me dokumente, por erdhi edhe një herë vetëm, pa avokat, pa dokumente, thjesht erdhi dhe pyeti nëse mund të shikonte Adnanin. Ara lejoi, me kushte, me pranitë e avokatit, me kufirit të vendosur qartë. Karimi u ul me Adnanin dhe luajtën me makina lodra dhe Adnani qeshi me atë qeshjen e madhe. Karimi e shikoi djalin dhe fytyra e tij kishte diçka. Dhimbje ndoshta, ose kuptim, ose të dyja. Para se të largohej, Karimi i kishte thënë Arës: "E kuptoj po u largove, nuk pajtohem me mënyrën, por e kuptoj pse." Ishte fjalia më e sinqertë dhe ndoshta më e pjekur që kishte dëgjuar prej tij. Nuk i justifikoi gjithçka, nuk i akuzoi, thjesht i tha: "E kuptoj." Ishte fillimi diçkaje, jo të rikthimit, jo të martesës, por të respektit minimal mes dy njerëzve që ishin lidhur dhe tani ndaheshin dhe kishin fëmijë të përbashkët dhe duhej të gjenin mënyrë të qytetërim të ekzistojnë si prindër. Kjo nuk ishte fundim filmi me muzikë triumfale, por ishte fundim i vërtet, me nuancat e veta, me palaret e veta, me kompromise. Jeta rrallë ka fundime të prera si gërshër. Adnani rritej, filloi të fliste, fillimisht fjalë të shkëputura, pastaj fjali të shkurtra, pastaj rrjedhje vogël e fjalëve. Flisnin shqip në shtëpi të gjyshërve. Kur Karimi vinte në vizitat e rregullta, sepse u arrit marrëveshje, sepse Adnani meritonte babain, fliste arabisht me të. Fëmia i vogël lundronte midis dy gjuhëve me lehtësinë e dikujt që nuk ka mësuar ende se gjuhët mund të jenë mure. Ai kishte si dritare, dy dritare nga ku shihte dy botë. Ara e shikonte këtë dhe ndjente diçka komplekse, kënaqësi dhe trishtim njëkohësisht. Kënaqësi se Adnani kishte të dyja, se nuk i duhej të zgjidhte, se bota e tij ishte më e gjerë se bota e shumicës. Trishtim se kjo gjerësi kishte ardhur me çmim të paguar nga ajo, nga Karimi, nga të dyja familjet. Por fëmijët nuk mbajnë llogarinë e çmimeve të rriturve. Ata marrin çfarë u jepet dhe e bëjnë të tijen. Kjo është dhurata e tyre dhe mësuese e madhe e prindërve. Ara filloi të punonte, jo me një herë, jo me nxitim, por gradualisht. Filloi me ato tekste dhe përkthime online që kishte ëndërruar dikur. Pastaj gjeti punë me orar të plot. Kompani e vogël, rëndësi e mesme, por e saj, me pagën e saj, me kohën e saj, me vendimin e saj se si të harxhonte. Ndjenja e parë, të para nga puna, jo paratë dhëna, jo shuma e transferuar, por ai lajmërimi vogël në telefonin bankar, transaksioni kreditas u pranua, ishte ndjenjë shumë specifike. Ishte provë fizike se ekzistonte si person i pavarur, se bënte diçka me vlerë, se nuk ishte vetëm nën, vetëm grua, vetëm vajzë, por edhe punëtore, profesioniste, kontribuese.
I bleu Adnanit këpucë të reja me parate para të punës, këpucë të vogla me ngjyrë portokalli të ndezur, sepse Adnani I donte ngjyrat e ndezura. Kur I vesosi këmbët e tij të vogla me ato këpucë, ara qau pak, jo nga trishtimi, por nga I lloj gëzimi I thjesht dhe I paçmuar që e don me të vërtet jetën. Blerta dhe Mirela ishin ende aty. Jeta kishte ndryshuar për të dyja, martesa dhe fëmijët dhe punët dhe shqetësimet, por miqësia kishte atë forcë specifike të miqësive të reja, rinis, që mbijeton edhe kohë dhe largësi. U takuan një herë të katërt, Ara, Blerta, Mirela dhe Hesa, e cila kishte ardhur të vizitonte Shqipërinë dhe kishte kontaktuar Arën dhe kishin shkuar bashkë të pinin kafe. Ishte takimi I çuditshëm dhe I bukur një herësh, gra nga botë të ndryshme, me gjuhë të ndryshme, të lidhura nga ajo njëra grua mes tyre. Hesa kishte folur pak shqip, Blerta dhe Mirela pak anglisht dhe Ara kishte qëndruar me si ur, duke kthyer dhe duke qeshur dhe duke parë. Para se të ndaheshin, Hesa e kishte marrë dorën Arës dhe I kishte thënë: "Jam e lumtur që u largove. Nuk do ta kisha thënë atëherë, por tani po e them, ishte vendimi I duhur." Blerta kishte thënë: "E kisha thënë unë, mos ik shumë larg, e kisha thënë." "E kishe thënë", kishte pranuar Ara me buzëqeshje. "Herën tjetër dëgjoma." Herën tjetër dëgjoj. Kishin qeshur të gjitha, qeshja e grave që kanë kaluar gjëra dhe kanë mbijetuar dhe mund të qeshin tani. Ajo qeshje specifike që di si tingëllon, vetëm ajo që e ka qeshur. Kishte ditë të thjeshta, pa dram, pa moment kulminant, ku Ara ndjehej se mund të merrte frym. Dilte me Adnani në park, e mbante dorën e tij të vogël ndërkohë që ecnin. Ai tregonte gjithçka, qenin atje, fluturën atje, gurin e çuditshëm atje, dhe ajo dëgjonte dhe I thoshte emrat e gjërave shqip, duke I mësuar botën me gjuhën e vet. Herë dilnin me nënën, 3 brezat, Fatimia, Ara, Adnani, dhe uleshin te bankoja e parkut dhe hanin arra dhe flisnin dhe heshtnin, dhe herë nuk duhej të flisje, mjaftonte të ishe. Ato ditë të zakonshme ishin çmimi I luftës, ishin arsyeja, ishin gjëja për të cilën kishte marrë çantën e vogël dhe kishte kaluar korridorin, dhe kishte hapur derën e natës dhe kishte nxjerrë fëmijën në ajrin e lirë. Nëse Ara do të fliste dikujt, nëse do të ulej dhe do të tregonte historinë e saj, jo si dram, por si mësim, çfarë do të thoshte? Do të thoshte: "Dëgjo instiktin, jo frikën, instiktin, ka dallim mes tyre. Frika thot mos shko, instikti thot diçka nuk shkon, frika të paralizon, instikti të drejton. Mësoj t'i dallosh." Do të thoshte: "Njeriu I mirë dhe situata e gabuar janë dy gjëra të ndryshme. Mund të duash dikë me gjithë zemër dhe gjithsesi të kuptosh se bashk nuk jeni mirë, jo sepse jeni keq, por sepse bota e tij dhe bota jote nuk gjejnë hapësirë të mjaftueshme brenda të njëjtit kuadër. Kjo nuk është dështim, kjo është kuptim." Do të thoshte: "Fëmijët shohin gjithçka. Shohin kur nëna zë pak vend, shohin kur nëna hesht kur duhej të fliste, shohin kur nëna mësohet dhe mësojnë, pa fjalë, pa mësim të shprehur, se kjo është mënyra e botës. Mëso fëmijëve të tu jo me fjalë, por me jetën tënde, se zë hapësirë, se flet, se ekziston plotësisht." Do të thoshte: "Liria nuk është mungesë kufish, liria është të kesh të drejtë të thuash jo, edhe brenda dashurisë, edhe brenda familjes, edhe kur të gjithë të tjerët thonë po." Ky jo I vogli, I sinqert, ai jo që vjen nga thellësia, është muri mbrojtësor I dinjitetit tënd. Dhe do të thoshte: "Mos pres të kesh guxim. Guximi nuk vjen para veprimit, vjen gjatë veprimit. Ata të gjithë ata njerëz të guximshëm për të kujeve keni lexuar, nuk kanë qenë pa frikë, kanë pasur frikë dhe kanë vepruar gjithsesi. Guximi nuk është mungesë e frikës, guximi është ecja me frikë krah, duke mbajtur dorën e fëmijës tënd." Një herë, vonë natën, ndërkohë që Adnani flinte, Ara shkroi në kuadernën e saj një letër të imagjinare, letër të panjohur, letër ndaj djalit të saj për ditën kur do të riste dhe do ta lexonte. "Djali im, Ti linde midis dy botesh, dhe kjo është dhuratë, edhe pse do ta kuptosh si të tillë vetëm kur të rritesh. Ti flet 2 gjuhë, dhe kjo do të thotë se ke 2 herë mundësinë të kuptosh, të lidhesh, të ndihesh I plot. Nëna jote erdhi nga malet, babai yt erdhi nga shkrettira, dhe ti erdhe nga të dyja, dhe të dyja janë brenda teje si rrënjë të thella.
Dua të tregoj diçka për natën kur të mora dhe dojla. Nuk kisha frikë. Jo sepse isha guximtare, por sepse ti ishe mbi krahun tim dhe ndjeja peshën e vogël të trupit tënd, dhe dija që ajo peshë kishte më shumë vlerë se çdo gjë që lija prapa. Kur të rritesh dhe të takosh dashurinë tënde, e di se do ta takosh, ke zemër të madhe si babai yt dhe sy të mprehtë si nëna jote. Kujdesu. Kujdesu se ajo person pranë teje ka hapësirë të jetë plotësisht vetvetja. Kujdesu se zëri i saj dëgjohet. Kujdesu se liria e saj nuk shkon kur vjen dashuria jote. Sepse dashuria e vërtet, ajo e madhe, ajo e qëndrueshme, nuk ngushton, zgjeron. Ty të dua me gjithë çfarë jam, djali i zemrës ime. Nën. Kaluan vitet, Adnani u rrit, fëmijë i gjallë, i çuditshëm, i dy gjuhshëm, me buzëqeshje të babait dhe me sytë e nënës, dhe me karakterin e tij të vet, të formuar nga të dyja, por ndryshe nga secila. Vizitat me Karimin u bën rutinë, vjetore, të planifikuara, me respekt minimal mes prindërve. Nuk ishin familje e bashkuar, por ishin prindër funksional, dhe kjo për Adnanin kishte rëndësi. Ara ndërtoi jetën e saj, jo me haste, jo me triumf dramatik, me punë të rënduar dhe gëzime të vogla, si ndërtohet çdo gjë e vërtet. Gjeti punë të mirë, mori apartamentin e saj, të vogël, me dritare me shikim mbi çati, me kuzhinë ku gjithmonë kishte erë kafeje. Bëri miq të rinj, ruajti miqt e vjetër, u kthye shpesh te shtëpia e prindërve. Nëna u plak, por mbeti e fortë. Babai u shërua dhe u kthye në punë tokes me ritëm më të qetë. Motra e vogël u rrit dhe u martua dhe erdhi të pyeste Arën si ishte jeta jashtë vendit. Dhe Ara e shikoi dhe tha: "E mira dhe e keqja, si çdo gjë tjetër." Hesa vizitoi edhe 2 herë të tjera. U bën miqte të vërteta. Ato miqësi të rralla që ka përcejnë kulturën dhe gjuhën dhe distancën, sepse janë ndërtuar mbi diçka reale, pranim, respekt, kujtim i përbashkët. Historia e Arës nuk është histori e viktimës, nuk është histori e demonizimit të kulturës, apo vendit, apo burrit. Është histori e zgjedhjes të vështirë, të dhimbshme, por të papërsosur, por të nevojshme. Është histori e gruas që kuptoi, jo shpejt, jo lehtë, por kuptoi se nuk mund t'u jepte fëmijës lirinë nëse e kishte humbur vetë. Kuptoi se dashuria pa respekt është kafaz i bukur. Kuptoi se provojrashe dhe me kohë nuk janë zgjidhje, janë shtyrje. Dhe mbi të gjitha, kuptoi se guximi nuk duket si në filma, nuk ka muzikë, nuk ka dritë dramatike, nuk ka shpëtim. Guximi duket si grua me fëmijë mbi krah dhe çantë të vogël mbi shupë, ecur rrugën e natës me hapa të qetë dhe zemër që rrahte fort. Ka gra sot, ndoshta dikush nga ju që shikoni, që janë në mes të asaj historie, që janë atë korridor midis botës që lënë dhe botës ku shkojnë, që kanë planin, por jo guximin ende, që kanë guximin, por jo planin, që kanë frikë jo për veten, por për fëmijët. U a them kësaj, fëmijët tuaj ju shohin gjithçka, dhe gjëja më e mirë që mund t'u bëni atyre është t'u tregoni se si duket njeriu kur zgjedh veten, me dashuri por me dinjitet, me frikë por me vendosmëri, me lëc por me hapa të sigurt. Ara e bëri, dhe Adnani sot rritet duke e ditur se nëna e tij ishte grua e plot, jo e thyer, jo e mësuar, jo kafazi elegant, e plot. Shkruani në komente, cila pjesë e kësaj historie ju goditi më shumë, cila fjali do ta mbani me vete, dhe nëse keni dikë të dashur që po kalon diçka të ngjashme, ndajeni këtë video. Ndoshta ajo historia e Arës, do t'i jap forcë dikujt sot. Faleminderit që shëndoat deri në fund. Deri herën tjetër.